kritikat për mënyrën se si po bëheshin punët PD, gjithmonë kam qenë konstant për të thënë që kam shumë dëshirë dhe këtë e kam bazuar dhe mbi argumenta që zotit Berisha t'i hiqet non grata për mënyrën se si ka shërbyer në këtë shtet, për mënyrën se i ka drejtuar, krahasuar me gjithë zullumet e tjera që kanë bërë politikanë të krave të tjera, mund të jetë i fundit që mund të projektohet non grata. Pra kam shumë dëshirë t'i hiqet non grata. Kam qenë dhe jam një mbështetës i fortë i SPAK-ut, por gjithmonë nisur dhe në konsultat me juristat, procesi që nisi SPAK-u ka zotit Berisha ishte mbi një bazament të lëkundshëm ligjor. Dhe këto parime i kam thënë, i them dhe do të vazhdoj t'i them këto qëndrime, por kjo nuk më bën sepse në parti politike bashkë me zotin Berisha të tjerët jemi për të fituar zgjedhjet. Kur unë konstatoj që vendimarrja nuk shkon në këtë drejtim, nuk mund të hesht. Do ta çmontojmë. Pse? Patjetër. Pra janë zgjedhjet më të shëmtuara dhe dihet fituesi? Patjetër. U rikthye para 3 vitesh. Nuk po i hym historisë që ka pasur gjërat pozitive të qeverisjes, gjërat negative. 2005-2009 ishte një qeverisje shumë e mirë, 2009-2013 kishte oscilacionet e veta me 21 janarin e tjerë. Nuk po hym po themi procesin ka shirur Lulzim Bashës. E mori dhe e solli në PD. Nuk e hoqi as në 2017-ën, as në 2021-shin, kur Lulzim Basha nuk zgjidhi hallin e demokratëve. Pra nuk fitoi zgjedhjet. U mor me Lulzim Bashën dhe e hoqi, kur Lulzim Basha u mor me atë personalisht. Po ju me kishit zoti. E përjashtoi nga PD-ja. Vendimarrja e Lulzim Bashës atëre për ishën që u projektua non grata, për ne u konceptua si e drejtë. Zoti Berisha u rikthye, filloi me rithemelimin, u bënja 2 betejë zgjedhjet pjesëme lokale dhe zgjedhje lokale ku tregoi që ishte shumë i fuqishëm se Lulzim Basha, dhe kjo na nxiti që të unifikohemi si grup parlamentar, sepse në fundit problemet që kemi me Berishën janë shumë të vogla se problemet që kemi. Po thoni që u pozicionuam me Berishën. U bashkëpunuam në grup, nuk u pozicionuam. Ne nuk mund të vazhdonim të rinim luftë njëri me tjetrin, kur përballë kishim Edi Ramën. Letrat, shifrat na treguan që në ato zgjedhje lokale Berisha doli më i forti, grupimi më i fortë opozitar. Le të flasim në këto kushte. Mund të mundi Edi Rama duke luftuar me Berishën që tregonte që kishte? Pra ne u bashkuam në grup parlamentar duke menduar që zoti Berisha do krijonte, nisur nga eksperienca e tij si 8 vjet kryeministër, si president i këtij vendi, do krijonte një koalicion opozitar për të krijuar rotacionin politik. Këtu filloi ajo që e gjithë vendimarrja dhe gjithmonë mendonim që e nisi këtë lëvizje dhe vetë do bëj një hap mbrapa. Dhe vetë do bëj një hap mbrapa. Kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi dhe e gjithë vendimarrja ishte që caktoi drejtuesit politik jo mbi kritere kush jep maksimumin në qarku respektiv, po mbi kriteret kush ka shërbyer mua personalisht në raportet që kam pasur me drejtsinë. Iku elementi i parë. Bëri primaret, që ishin element të provuar që ishin të dëmshëm brenda Partisë Demokratike, nuk i respektoi primaret. Qofse ishte lider që ishte kthyer për të bërë rotacionin politik, duhet të bënte maksimumin e bashkimit koalicionit opozitar, se po ta shikojmë Rama nuk merr më shumë se 50%. 48-49% është. Çfarë ndodh? Është 4-cifrisht përgjegjësia e zotit Berisha, që mundësia që Shqipëria bëhet dhe shumë formacione të tjera që janë jashtë koalicionit PD-s, por i vetmi kriteri që funksionojnë këto 3 vite nuk ishte se si partia të bëjë më e madhe se kryetari dhe të shkonte drejt elektoratit gri, po dhe listat e deputetëve u hartuan duke respektuar vetëm një kriter. Kush më del mua në protestat përballë SPAK-ut, ose shumë e shëmtuar ta thuash, ose kush është i thirrur nga SPAK-u. Dhe këto të gjitha bashkë kanë dhënë ndikimin e tyre që ne po futemi në këto zgjedhje me një opozitë të pafuqishme për të bërë rotacionin politik, sepse nuk e ka pasur objektiv. Pra, nuk e ka pasur objektiv? Nuk është futur në objektiv, sepse po të mundste, po të futej në objektiv. Po ata çforcojmë nga pak, qofse është sforcuar. Po të kishte objektiv për të mundsuar rotacionin politik dhe për të fituar, duhet i fusë edhe partitë e tjera? Jo, po të kishte objektiv për të fituar, sepse pra i gjithë problematika është që Rama do marri pushtetin për mandatin e 4, dhe Berisha do marri një grup parlamentar
tërësisht të unifikuar për të vazhduar dhe për të marrë me agjendën e tij personale. Këtu fillon dhe mbaron gjithçka dhe mua prandaj më vjen keq sepse kjo ka sjellë një braktisje masive të demokratëve. Këtu do jemi me 12 maj. Okay. Do ketë një pjesëmarrje minimale në votime, sepse njerëzit e kanë kuptuar. Shif kudo ku ta prekësh. Dalim te kontrata që ka lidhur me ja, do të pyes për atë, po zoti Xhaferaj, ka disa çështje në këto që ju trajtuat. E para, besoj se ju si momenti më të rëndësishëm kapet atë të listave. Jo, janë shumë elementë. Jo, një nga elementet ose nuk shoh. Shikoj, jeni gazetar me eksperiencë dhe keni vite që e ndiqni politikën. Në këto 3 vite që Berisha u rikthye, ta them shumë sinqerisht, më thua dot një vendimarrje që ka qenë në drejtimin e dur për të bërë rotacionin politik? Ktheje kokën mbrapa dhe merr. Kush? Jo, unë po tisha aty në vendin tënd do të jepë përgjigje, po jam këtu, unë bëj pyetje këtu, sepse mbaj qendrim pastaj. Jo, rani. Mbaj qendrim, po si gazetar do mbaj qendrim, ndërsa këtu se bëj dot. Ju e keni parë që ma mirë kupton këtë zotë. Unë qëndroj në pozita shumë korrekte dhe të sinqerta. Para se të bëja këtë argumentim, isha unë që thash që nuk është Berisha që e meriton të jetë non grata, krahasuar me zullumet që kanë bërë ta politikanë që janë, dhe kam thënë që para 3 vitesh, po kështu mbështes pakun, po ka element çedues në procesin që ka nisur zoti Berisha, dhe kur vjen puna tek zgjedhjet, mua më vjen shumë keq që konstatoj që prek një vendimarrje që nuk e çon PD drejtores. Okej, pyetje. Pakënaqësia juaj ka filluar pse nuk ishit në listë? Shiko, unë të falenderoj që e solle këtë. Problemi shtrohet që unë nuk mund të jem në një vend ku nuk dua të jem. Po pse ju propozuan dhe nuk që para 4 vitesh. Po? Sepse çdo gjë ka një fund. Dhe njeriu duhet ta kuptoj vetë se kur duhet të rriqet. Qofse unë kam 3 vjet që them që Berisha duhet bëj një hap prapa. Berisha duhet bëj një hap prapa. Berisha duhet bëj një hap prapa. Keni bërë vetë një hap. Ju e nisët emisionin duke thënë që Ferdinand, themeluesi i Partisë Demokratike të Durrës, dhe kopolitike, pra si kopolitike, pavarësisht se unë s'kam pasur detyrat e kryeministit dhe presidentit, vetëm 18 muaj kam shërbyer si ministër dhe kam qenë deputet, si kopolitike po kaq kam dhe unë. Dhe unë nuk kam të drejtën morale të them tjetrit bëj një hap mbrapa, bëj një hap mbrapa, bëj një hap mbrapa, pa dhënë shembullin. Do të ju keni dhënë dorëheqje? Dhe kjo do të thotë që në më shumë se 10 raste, po, në mbledhjet e grupit parlamentar të PD-s, ku janë mbi 50 deputet që mund ta dëshmojnë. Po, unë kam deklaruar që nuk kam më ambicie. Po mos të kesh ambicie nuk do të thotë që nuk e përgjegjësi. Dhe këtë bisedë që bëjmë bashkë, dhe gjitha bisedat që kam bërë, unë përgjegjësi ka shia asaj partie që do të ju nuk aspironit për 100% nuk kam aspiruar dhe e kam thënë në mënyrë deklarative, por kjo nuk do të thotë që nuk kam përgjegjësi. Po mirë, një pyetje tjetër, zoti Xhaferaj, a ja keni thënë vetë zoti Berisha këto në biseda tet-a-tet? Shikon, nuk kam, unë jam përshëndetur 2 herë me zotin Berisha, një herë në hyrje të kuvendit, ku e pyeta për familjen, ishte periudha para 2 vjetësh, edhe nuk kemi komunikuar në grup parlamentar, ku unë gjithmonë kam shprehur. Pse nuk e bë këtë në një formë më, po themi, më sociale? Zoti Berisha duhet bisedoj me ty dhe ti duhet kur të takosh ti thosh ju duhet largoni për 1, 2, 3 arsye. Jo, e para një se ju keni autoritetin e unë kam konceptuar që zoti Berisha ishte problemi dhe jo zgjidhja në Partinë Demokratike. Dhe problemi duhet eliminuar. Nuk duhet. Nuk e arrita dot. Fatkeqësisht nuk do e arrin as demokratët të bëjnë rotacionin me 12 maj, pra ajo që unë kam kuptuar dhe për këtë më vjen keq, ajo që unë konstatoj, ajo që unë shikoj, ajo që unë prek, është që të gjitha të demokratë, që për vite në Durrës e kudo, kanë mbështetur Partinë Demokratike, e kam kuptuar që zoti Berisha nuk rikthye për të bërë rotacionin, po u kthye për të pasur një grup për ta mbështetur. Ja arriti për problemet e veta, ja arriti dhe prandaj thash janë zgjedhjet më shtuara. Se dikush arrin atë që do në planin personal dhe dikush në mënyrë të padrejtë mban pushtetin. Tani këtë s'kam kuptuar asnjëherë. Sa herë ka pasur në Partinë Demokratike zëra kundër, që nga themelimi i saj dhe deri më sot se ju keni pasur edhe një moment tjetër që madje jeni shkëput nga Partia Demokratike, pastaj jeni kthyer prapë me zotin Pollo. Jemi kthyer në vitin 2004-2005 kur kishte një konsensus të gjerë në gjithë Shqipërinë dhe frym që Partia Demokratike po kthehej në pushtet. Si ka mundësi këtë se kam kuptuar asnjëherë që sa herë ka pasur zëra kundër Partisë Demokratike, zotin Berisha e ka mbështetur shumica. Shiko, e para një herë që është një mbështetje që nuk të çon askund. Është një mbështetje për të kapur partinë.
pati zëra kundra 98-2000 që ishin Polo e Net gjithë me radhë. Në 2001 ishin i humbëm zgjedhjet. I humbët, po humbja ishte... Tani quaj si të duash është humbje. Jo, dakor. Partia politike konkuron për pushtet. Në 2004-2005 që bëri gjën e dur, krijoi kopin, mblodhi gjithë opozitën e gjitha me radhë, u bashkuam dhe fituam. Tani nuk ka bërë gjën e dur. Pse? E para njerë tha me partitë e vogla. Afroj ose ata që janë thirrur në SPAK, ose ata që janë bashkë me të protestojnë kundër SPAK-ut. E dyta, e kishte mundësinë të bënte një kopë brillant. E ke fjalën për Partinë e Lirisë? Si, unë gjithë koalicionin. Jo, se ata kanë probleme me SPAK-un. Zoti Meta është i arrestuar nga SPAK-u. Flasim për kriteret. Kriteri është ky. Listat nuk u artuan për të bërë rotacionin, për të cilë mesazhin që partia është më e madhe se kryetari dhe partia në këto lista po synon elektoratin ngri, po lista u artua në funksion vetëm të agendës personale, që në bazë 2025-ës për kë keni shumë për emra konkret të listës? Shiko, kjo është e keqja, nuk ju fare emrave të kolegë. Ja, ju lutem regjia, fletën e KQZ-s për votuar? Nuk ka rëndësi për emra. Për listën e Tiranës? Ne këtu po flasim për parimin. Parimi nuk është respektuar. Themi do bëjmë primare. Pastaj nuk i respektojnë primaret. Do të pyet këtë. Zoti Xhaferi, kjo është lista e Tiranës flas, sepse Partia Demokratike këtu i ka gjithë ato, po themi peshat e rënda. A ka ndonjë se 12-që e tha një deputet që mjafton mos i shtyp makina, tha janë deputet ata, tha. Po. E bukur kjo. Tani 37 që këtu tani. A ka ndonjë emër që ju do doni të gjithë janë kolegë të nderuar, nuk i hyj me një fjalë për t'i parë me emra, po e di që si Orida, si Durata Çupi, si Ali Mehmeti dhe shumë të tjerë janë njerëz të nderuar, këtu nuk shtrohet. Jo, ka ndonjë që do votoni ju, se ju votoni Durrës besoj. Të gjithë janë, unë votoj në Durrës. Të gjithë janë në listë hapur. Po? Të gjithë janë në listë hapur. Dhe në listë mbyllur, pra problemi shtrohet të 12-që. Të 12-që, i vetmi kriter që është respektuar, është besnikëria karshi kryetarit. Dhe kjo 12 e Tiranës shtrihet në të gjithë Shqipërinë me të njëjtin kriter. Pra këtu flasim për defektet, pse nuk do arrim të fitojmë. Kishte mundësinë të krijonte një koalicion të gjerë. Ajo që është më e rëndësishme dhe ju më ndërpret. Partia ka krijuar një departament brain gain. Po, me zotin Andi Mustafaj. Andi Mustafaj dhe shumë të tjerë aty që kontribuojnë. Po, dhe të rinj të tjerë që fare mirë mund të bënë një kopë brillant. Dhe një parti që kërkon konceptuan fillim. U perceptua dhe ky perceptim duhet kthyer në realitet. Një parti që kërkon të fitojë zgjedhjet, listat e mbyllura në gjithë Shqipërinë duhet të implementonte me këtë model. Ata të gjithë, dhe ka dhe në Durrës, ka dhe në Shkodër, të gjithë janë politikanë të rinj që kanë 10 apo 1 dekatë apo më shumë që angazhohen në Partinë Demokratike, dhe këta duhet të ishin fytyra e PD-s për një parti që kërkon të synojë zgjedhjet. Fitoj zgjedhjet. Dhe kjo nuk u bë. Pra të gjitha elementet tregojnë, tani ç'më tregon Durrësin mua? E di ç'ka ndodhur në Durrës? Ja. Në listën aq i madh është dëshpërimi dhe aq e madhe është mos pjesëmarrja, sa në listë hapur kanë futur kandidatë edhe jashtë primareve, se nuk kishin kandidat për të vendosur në listë hapur. Dhe që nuk kishin fare. Nuk kishin fare dhe donin të mbushin listën dhe kanë vendosur kandidat. Zoti Xhaferi, ja ti marr me radhë. Kemi listën e mbyllur, Oert Bylukbashi, Artan Luku, Manjola Luku, Gestra Zimiri, Iglicara. Jeni okay me ata? Kolegë shumë të nderuar, të gjithë edhe lista hapur dhe lista mbyllur. Mos mendo që pra problemi shtrohet. Do flasim për parime dhe për kritere. Jo, kush është nga këta që nuk ishte fare në primare? Në shumë kandidatë të listës hapur, nuk kanë qenë në primare, nuk kanë marrë pjesë primare dhe janë vendosur në listë, kanë konkuruar. Kush nga këta? Po tani mos më vendos mua të merre me listën. Dakor? Nuk i kam të gjithë njerëz që kanë punuar e kanë bashkëpunuar, nuk është problemi aty. Si del Partia Demokratike në Durrës? Unë do kisha shumë dëshirë që Partia Demokratike të fitonte në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Po jashtë dëshirës time, ajo që konstatohet, ajo që preket, ajo që vjet re, është që demokratët në gjithë Shqipërinë e kanë kuptuar që gjithë vendimarrja e kësaj partie nuk ishte për të fituar zgjedhjet, po ishte për të zgjidhur
agjendën personale të zotit Berisha, dhe për këtë arsye do ketë mos pjesëmarrje të madhe në votim dhe kjo më shqetëson. Këtë ta kam thënë dhe do e shikosh me 12 maj, sepse në fundit edhe kontrata që u lidh. Tani vim te kontrata. Me Laçivitën është në vijim në paketën e kësaj vendimarrje. Pra nuk bëri një parti më të madhe sekretari me mënyrën si projektoi lista dhe primaret. Ja, kjo është kontrata. Nuk bëri një koalicion më të madh se fuqia e kryetarit me faktin që la jashtë realitete politike që dihet që do kenë vota. Pra nuk dihet do jenë 4, 8 apo sa përqind, po edhe mundësia, edhe Shqipëria bëhet, edhe partitë e tjera të grupimit djathtas i Dashamir Shejit edhe i Enkelet Alibejt, dihet që do kenë vota dhe u lanë jashtë. Pse? Sepse nuk është futur për të fituar, është futur për të pasur një grup që e ka në kontroll kryetari. Shumë e rëndë kjo. E para. E dyta, primaret nuk u respektuan. Pse? Sepse nuk është futur për të fituar, por është futur për të pasur një grup më të madh sekretari. E treta, nuk bëm një kop megjithëse i kishin potenciale që eram dakord bashk, të rinj që nga brain gain në gjithë Shqipërinë. Pse? Sepse nuk jemi futur për të fituar, jemi futur për të bërë një parti, jemi futur për të bërë një parti që ngjitet mbas kryetarit. E fundit, edhe kontrata që është bërë. Ja, kjo është kontrata. Kjo është me Continental Strategy. Lidh një kontratë